Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në pjesën me personalitetin e ditës dhe sot do të flasim për diçka të bukur. Do të bëjmë në mënyrë modeste promovimin e një këngë tjetër të re, të një artisti shumë të dashur për publikun, jo vetëm strugan, por dhe më gjerë, edhe pse ai është nga Struga, por është artist i dashur për gjithë shoqërinë shqiptare. Gjithmonë vjen me risi, gjithmonë vjen me diçka të veçantë, me projekte të veçanta dhe sigurisht të dashura për publikun. Kësaj radhe ka sjellur këngën Vemi o Vemi, një klip që e ka sjellur së bashku në bashkëpunim me vajzën e tij. Do të flasim drejt për së drejti sot në këtë emision nga Struga do të lidhemi me Guzimtar Rushanin, artistin e mirënjohur shqiptar. Përshëndetje Guzimtar dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Përshëndetje Ariana, përshëndetje për të gjithë shikuesit të televizionit Koha në Tetov dhe në Gjerë. Faleminderit shumë që gjithmonë ndani kohë për emisionin tonë, faleminderit për kontributin tuaj. Ju keni qenë edhe në studiot tona, kështu që jemi mirënjohës që gjithmonë ndani sukseset e juaja së bashku edhe me publikun tetovar. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi gjithmonë për mua. Do të flasim fillimisht për këngën, për klipin e fundit, por të fillojmë me atë se si filloi dita juaj sot, cilet janë të rejat e kësaj dite, e kësaj periudhe, si është Struga në fakt, si po shkojnë angazhimet. Mirë, pas asaj bore surprizë, Struga dhe më duket se edhe gjithë rajoni jonë se më ka filluar në thonjza të pranveroj, kemi diell më në fund, dhe koha po ngrohet. Punët shkojnë mirë, mundohemi të punojmë, mundohemi të bëjmë gjëra të mira, e kemi themin e menije të mirë dhe mundohemi të bëjmë të përditshmet tonë, angazhimet tona që i kemi çdo ditë, Ariana. Po, sigurisht. Të kalim të flasim për këngën, që është një aktualitet tjetër, keni promovuar edhe në për emisione tjera, është një këngë shumë e bukur, një këngë shumë e dashur për neve, për publikun shqiptar, por megjithatë që e keni sjellur edhe më bukur. Është kënga Vemi o Vemi. Fillimisht, pse përzgjohet pikërisht këtë këngë për ta sjellur së bashku me vajzën tuaj? Në fakt, është një këngë që unë e kam pas shumë për zemër dhe aq më shumë ajo lidhshmëria emocionale mes mua dhe vajzës time Luisës, për shkak se ka qenë një këngë që ja kam kënduar asaj që ku ka qenë shumë e vogël, disa muajshe, dhe sa herë që e mbaja në krah asaj që lëvizja shëtisja me atë, ishte e pamundur dhe mos e këndoja një refren. Dhe u rit me melodinë e kësaj këngë, e këndonim bashkë në shtëpi, në rrugë, dhe erdhi koha që u rit dhe ajo e don muzikën, e don këngën. Edhe mendova pse të mos e bëjmë një duet, një këngë të bukur qytetare, ku fakti që fëmijët të kthehen shpejt, ndodh që pastaj ngjenet si një nostalgji e bukur e së kaluarës dhe një kujtim i këndshëm për mua dhe për atë dhe për familjarët e mi. Realisht domethënë është si thua një projekt familjar, por që tani e kënduam për të gjithë publikun. Po, si erdhi deri te ky bashkëpunim, domethënë si vendosët, si pranoi, sigurisht ka qenë ideja e juaj, ashtu siç përmendet më herët, por si pranoi dhe Luesa që të jetë pjesë e këtij klipi dhe pjesë e kësaj këngë. Ne Luesën e përshëndesim shumë, e përgëzojmë për këtë punë të madhe që ka bërë së bashku me juve dhe urojmë që ta shohim në majat e sukseseve. Faleminderit. Natyrisht ajo është e vogël dhe u gëzua si fëmijë të tjerë që gëzohen kur krijojmë diçka, kur punojmë diçka, kur nxjerrim ndonjë gjë të re, aq më shumë në aspektin artistik, në sferën e këngës, ku shumica e fëmijëve kanë dëshirë të jenë pjesë e skenave, kanë dëshirë të jenë pjesë e festivaleve fëmijërore. Dhe unë e luta që të jetë domethënë pjesë e këtij dueti dhe natyrisht ja që doli ashtu siç e menduam në fakt bashkë me autorin e orkestrimit dhe me miqtë të tjerë që punuan në videoklipin. Jam shumë e sigurt që kësaj vere në Strugë do të dëgjohet shumë kjo këngë, por jo vetëm në Strugë, edhe në Tetov, edhe në vendet e tjera, por me që është vend turistik, jam shumë e sigurt që do të dëgjohet edhe më shumë, meqense se e ka sjellur edhe Luesa një tjetër energji edhe më pozitive për ta dëgjuar edhe më shumë. Një arsye plus për të ju dëgjuar së bashku juve edhe më shumë. Do të jetë, po, urdhroni. Asë po thoya faleminderit fjalët e mira, por uroj që të ashtu, uroj që për qytetet tona të dëgjojnë këngë qytetare, këngë të bukura. Edhe të mirë filma. Që të gjë e bukur, por që jam pak skeptik në këtë aspekt për shkak se janë këngë të tjera që dëgjohen sot, janë këngë edhe rrymë dhe një frym tjetër e muzikës dëgjohet nëpër lokale, nëpër evente, nëpër mbrëmje, nëpër sebepe të ndryshme dhe
Unë personalisht më thënë e shikoj këtë gjë si një pjesë pak të trisht të realitetit të muzikor, por gjithsesi ka dhe momente dhe pjesë të tjera të jetës ku dhe këto dhe këngësh e kam vendin e tyre, që në të vërtetë do ta kemi çdo klub, por që ja që mirë e potencove këtë mbase e bërë pyetje pak në formë provokative më këri. Nga ana tjetër unë uroj që fëmijët sot të rriten dhe të edukojnë pak në muzikë më të mirë. Pra atë arsye dhe ky është një mesazh, ky lloj bashkëpunimi me vajzën time, një mesazh për të gjithë prindërit që të dëgjojnë fëmijët e tyre muzikë të mirë, të edukohen me këngë të qytetare, të edukohen me këngë të lehta, të cilët kanë ndonjë vlerë shoqërore, sepse është bërë muzika një pjesë e rëndësishme e jetës dhe muzikimi, kompozimi, shkruajtja e teksteve dhe mesazhet që ato përqojnë dhe përcjellin mund të jenë gjithsesi pjesë e rëndësishme e rritjes së fëmijëve dhe e formës së tyre kulturore në aspektin e edukimit familjar dhe shoqëror. Dhe kënga e keqe, teksti i keq, muzika e keqe mund të ndodhë që edhe fëmijët të rrisë në një frymë pak më brutale, më agresive, më të dhunshme që më radhë. Për atë arsye kemi nevojë për muzikë të mirë, kemi nevojë për edukim gjithëpërfshirës këtu fusim edhe muzikën si pjesë të rëndësishme të saj. Dhe pastaj kur do rriten ata si fëmijë, e dinë vetë se çfarë dëgjojnë dhe se çfarë do të kishin më thuaj, do të kishin kultivuar aspektin artistik. Po, kultivuar. Në fakt është e vërtetë që kohën e fundit më shumë po shohim muzikë, le të themi, po shohim klipe, se sa po dëgjojmë muzikë, po megjithatë, edhe pse fatkeqësisht edhe tekstet janë shumë degeneruese, po megjithatë unë uroj dhe shpresoj që kjo frymë që keni sjellur ju dhe që gjithmonë keni sjellur me projektet e juaja, që përmban atë frymën edukuese, atë mesazhin e mirëfill që duhet të përcillet, kjo do të bartet edhe tek gjeneratat e reja dhe janë një shembull, për shembull, ju jeni si model për të tjerët të cilët duhet të veprojnë në këtë rrugë dhe unë jam shumë e sigurt që kështu do të jetë dhe jam shumë e sigurt që projekti juaj do të merr shumë zë, le të themi, dhe do të pëlqejë shumë, ashtu siç është pëlqyer deri më tani. Edhe mënyra se si e kishit sjell videoklipin që do e ndjekim pastaj ishte e mrekullueshme. Faleminderit, që të mira, është thjesht një mesazh. Kjo këngë është këngë e vjetër, është këngë e bukur, këngë nuk kam bërë hit unë, ka qenë këngë e kënduar ndër dekada, ka qenë këngë e dashur për gjithë qytetarët dhe për të gjithë gjeneratat. Unë thjesht e përcova dhe e përqova frymën dhe dëshirën e çdo njeriu që dëshiron të dëgjojë muzikë të mirë dhe të këndojë muzikë të mirë dhe këngët e vjetra të mos harrohen, të mundësisht të përpunohen mirë dhe të interpretohen me dashuri dhe me kënaqësi, qoftë nga të rriturit, qoftë nga mosha jonë, qoftë edhe nga fëmijët. Për atë arsye në të gjithë botën folklori respektohet, nderohet, tradita kultivohet, ashtu si ata gjermanët që duan muzikën e tyre folklorike dhe qytetare, ashtu si edhe ata, më thuhet, spanjollët, italianët, ashtu edhe neve italianët me kancionet e tyre, ashtu edhe ne shqiptarët duhet të seriozisht të merremi me edukimin e brizave, me serenatat tona koçare, me këngën qytetare, me këngën e bukur të Pollogut, me këngën e bukur të Jugut e kështu me radhë, apo shkodranet, apo jaret, apo pra të kemi edukim të mirëfillt në aspektin edukimit të brezave të rinj për muzikën. Dhe ky ka qenë mesazhi im, kurse aspekti i videoklipit ka qenë thjesht i realizuar në një vend ku ka të bërë, ku ka shtëpi, ku është pyll, me idenë që të përqohet mesazhi i tekstit në kuadër të këngës në videoklipin në fjalë. Në fakt, tani kur më përmendet atë që keni kënduar shpesh lueses këtë këngë, Vemi në kohën kur ka qenë e vogël, më inspirua që pyes edhe për atë pjesën ku në një karike jeni bashkë, sikur e vendoni në gjumë, domethënë e keni rikthyer kujtimet e fëmirisë pikërisht me këtë këngë, apo jo? Po për gjithmonë të bardhajnë, fëmija ngelet fëmijë, vajza ngelet vajzë, bia ngelet bijë, djali ngelet djalë, dhe gjithmonë unë dhe gjithë të tjerë të cilët janë prindër, kush e di se sa të rritë fëmijët e tyre, ato ngelen fëmijët e tyre dhe dashuria për ato fëmijë është e njëjtë sikur ka qenë bebe apo i rritur e kështu me radhë. Prandaj këtë mesazh kisha, pra ideja që fëmijët ngelen fëmijë gjithmonë në krahët e prindërve. Po, Luesa është e kënaqur me këtë bashkëpunim? Çfarë ju thotë juve, apo nuk dëshiron që të lëvdrohet në sy?
Po, është shumë e lumtur, shumë e lumtur. Gëzohem shumë. Sepse ajo ka qejf shumë të këndoj, ka dëshirë, mundohet të merret me shumë aktivitete, ajo momentalisht ka dhe aktivitete shtesë të shkollës, teatri, merret me kurse të teatrit, këtu në Strugë, me not, me shkollën private të muzikës, dhe përveç shkollës publike që ajo mëson, është një goxha angazhuar, por muzika është pjesë e rëndësishme e përditshmërisë të asaj, ashtu si shumë fëmijë që gëzohen kur këndojnë, ashtu dhe ajo gëzohet shumë. Është rritur në fakt një frym të tillë të një muzike të kultivuar mirë, të mirëfillt dhe sigurisht që edhe në të ardhmen ajo do të bëhet, nëse do të vazhdoj për muzikë, do të kultivoj pikërisht këtë muzikë serioze, të bukur shqipe, të cilën ju dhe ja keni sigurisht e keni mbjellur në kokë. Por a mendoni që do të vazhdoj më tutje Luesa në këtë drejtim? Nuk është imponim, sigurisht nuk është imponim, por a mendoni që ka talent sigurisht, po a ka frym që të vazhdoj në këtë drejtim? Unë dëshiroj që, dhe ky është mesazh për të gjithë prindërit, që fëmijët mos i bëjnë presion për trajtimet që prindëri ka. Unë jam tani këngëtar muzikant dhe do bëhet fëmia këngëtare dhe muzikante. Dikush është mjek dhe mjeke do bëhet fëmia mjek apo mjeke, avokat, jurist do bëhet tani fëmia. Jo, unë mendoj që fëmijët nëse kanë dëshirë të vërtetë dhe të sinqertë dhe talent dhe informacion për të bërë profesionin e prindërve të tyre, atëherë po, le të vazhdojnë rrugën e prindërve të tyre. Nëse kanë talent dhe dëshirë për të studiuar diçka tjetër, për të bërë diçka tjetër në jetë, natyrisht prindërit duhet prekur tek interesat e fëmijëve dhe duhet i lënë të qetë të zgjedhin produktimin e tyre në jetë. Unë jam pro asaj, kështu që çfarë që të zgjedh Luesa si pjesë të angazhimit të saj në të ardhmen, në studimet të saj, të punës së saj, profesionit të saj, e ka rrugën e hapur dhe ajo dhe djali, ashtu siç mendoj që shumë prindër mendojnë si mua, në të njëjtën formë. Po. Me kë keni bashkëpunuar për këtë klip, domethënë së bashku me vajzën, por me orkestrimin me Po, orkestrimin e ka punuar miku im nga Struga Vullnet Ibrahimi, me të cilin bashkëpunoj më shumë se 2 dekada. Kurse videoklipin kam realizuar me produksionin Aura Production nga Struga, i cili është produksion që është hapur këtë vit nga ana ime dhe nga ana imi Putin, kështu që dëshirojnë videoklipe profesionale mund të na kontaktojnë, ne me aparaturë bashkëkohore dhe është produkti i parë joni në aspektin artistik. Shumë e bukur, pra ja dhe një apel për të gjithë artistët, pas kanë dhe një derë tjetër ku mund të trokasin për kushtimisht të hallet e tyre të muzikës, apo jo? Sigurisht që do i mirë prisni. Të flasim pak edhe për planet e së ardhmes, do të prisni pak që të merrje djatësi kjo këngë, apo do të vini me një projekt tjetër? Po, thjesht kjo këngë ishte më shumë pjesë e dëshirës sime të madhe për të punuar me vajzën time. Nuk prisja bile ka shumë intervista të bëja, sepse e bëra për qefin tim dhe të saj, dhe të njëre është një kujtim i bukur për ne si familje. Natyrisht tani po punoj diçka të re. Do jemi në kontakt përsëri, do komunikojmë të dy dhe do të publikojmë brenda këtij viti të paktën një projekt të ri të një këngë të re dhe një përpunim të një këngë popullore nga fundi i vitit. Po kemi gjëra në mend për të punuar. Sigurisht gjëra të bukura presim gjithmonë nga ju, po tani po fillon dhe stina e verës, sezoni i verës, sezoni i dasmave dhe ahengjeve familjare. Jeni të rezervuar në shumë dasma dhe ahengje apo jo? Do ta keni një verë pak më të ngarkuar. Jemi të rezervuar. Tani më fillon edhe këtu në pranverë ka ca evente, pastaj vera është dini ju të gjithë, është stina e dasmave për turizmit në Strugë, ashtu siç në gjithë territorin ku shqiptarët vinë nga Gurbeti dhe japin atë bukurinë e saj. Tetovës, Vasillarit, Dibrës, Keqovës, Strugës, Shkupit, Kumanovës e kështu me radhë. Dhe natyrisht familjarët pastaj kanë dhe sekretet e tyre familjare, ne jemi të gatshëm për t'i gëzuar, për t'i argëtuar në muzikë. Dhe shqyrë që janë dhe sebepet familjare të gëzueshme, sepse janë pjesë të rëndësishme të jetës dhe të përditshmërisë tonë. Dhe për fund ashtu do me thënë siç përkrahni vajzën tuaj, do t'i përkrahni dhe të gjithë të rinjtë të tjerë, qoftë nga Struga ose jo vetëm nga Struga, por edhe të rinjtë të tjerë shqiptarë që duan në të ardhmen të jenë, do me thënë si ju, që keni juve shembull, a do t'i përkrahni në rrugtimin e tyre të muzikës apo të profesionit të artit muzikor?
unë një herë të gjithë atyre që të shërojnë të nisen të punojnë me muzikën, ju dëshiroj suksese dhe duhet gjithë kurajë një këtë vetja e tyre, sepse nëse nuk binden që të nisin një rrugtim të këtij, është vështirë që dikush tjetër ti injicojë apo ti udhëzojë apo ti shtyjë. Kërkohet një entuziazëm i brendshëm, një dëshirë e madhe dhe duhet besuar intuitës së tyre dhe duhet besuar në talentin e tyre dhe në ato çfarë ata mund të japin si kontribut muzikor. Pastaj, nëse këngëtarët e tjerë, producentët e tjerë shohin tek ata talent, natyrisht duhet përkrahur, duhet dhe mbështetur, duhet shtyrë më tutje të vazhdojnë në karrierën e tyre muzikore, në jetën e tyre muzikore. Dhe kemi drejt që bëjnë një pyetje të këtillë sepse shumë pak tek ne ndihmojnë këngëtarët me vetin në këtë aspekt. Po, shihen si konkurrentë. Mbase nga një këndë pengohen me kast apo jo, nuk e di, por ka kështu raste ku ka pas shumë këngëtarë që unë kam dëgjuar që nuk i njoh dhe janë nga vete të ndryshme dhe pastaj kanë realizuar një këngë dhe janë zhdukur për nuk e di çfarë arsye, por që kërkohet edhe një suport gjithëpërfshirës për të ngritur në piedestal vlerat dhe këngëtarët dhe këngët e bukura të cilët ne kemi nevojë të dëgjojmë ditë ditës. Sigurisht, dhe nuk besoj që do të kishte mesazh më të bukur për të përmbyllur këtë intervistë, meqense dhe agenda juaj është pak më e ngjeshur sot. Unë ju falenderoj shumë për të linjë të drejtë për drejtë dhe për të na sjellur të rejat e fundit në karrierën tuaj dhe njëkohësisht në bashkëpunimin e fundit, duke uruar suksese juve dhe njëkohësisht vajzës tuaj që të arrijë majat e suksesit, ashtu siç e përmenda në fillim. Faleminderit Ariana për mundësinë, për intervistën. Gjithmonë kënaqësi kur bashkëbisedojmë, u po vite që njihemi dhe që kemi komunikuar në televizionin nderuar, televizionin kohën Tetov. Unë dhe kam qenë student për gjithë ato vite dhe më merr malli shpeshherë për atë qytet. Dhe vi nga një herë vetë për pirë kafe dhe largohem, duke mos treguar ju aty. Kënaqësi edhe një herë për të gjithë shikuesit e televizionit Koha dhe suksese mbarasi. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe një herë që ishi pjesë e emisionit tonë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës së sotme dhe temën e ditës për sot. Ndërkaq ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak.